Zyra protokollit Bashkisë Lezhë njofton opinionin publik si vijon. Për aktivitetin me rastin e 2 marsit, 568 vjetorit beslidhjes shqiptare, janë ftuar të marrin pjesë të gjithë personalitetet politike të trevave shqiptare. Presidenti i Republikës Shqipërisë dhe kryetari i opozitës në veçanti janë ftuar me ftesën numër 668, datë 20/2/2012 dhe 668 fraksion 23, datë 20/2/2012. Veçanërisht kryetari i Partisë Socialiste është telefonuar në zyrën e tij nga kryetari i Bashkisë Lezhë. Mesazhi i aktivitetit ishte rikujtimi i beslidhjes së shqiptarëve, beslidhje për të cilën Shqipëria dhe shqiptarët kanë shumë nevojë në ditët e sotme. Nuk është përgjegjësi e bashkisë që ftesës për beslidhje, disa i përgjigjen dhe disa jo. Aq më pak nuk ka faj Bashkia Lezhë, nëse përgjigjet e ftesës zgjidhen të jepen jo me pjesëmarrje në aktivitete, por me deklarata politike në bulevardin e Tiranës. Bashkia Lezhë shpreh keqardhjen që një pjesë e politikës në Tiranë refuzoi pjesëmarrje në këtë aktivitet paqëtues dhe bashkues. Nga ana tjetër, e gjen të pavend të zgjatjen e këtij debati publik për kredo politike të munguar. Besojmë se politika fiton kredon publike vetëm duke u bashkuar si 568 vite më parë dhe jo duke u ndarë apo fshehur pas sherrave të stajuara protokollare. Bashkia Lezhë nuk është as do tjetë podiumi i deklaratave politike që përçajnë, përkundrazi, do t'jemi vendi i bashkimit shqiptarëve ashtu si 568 vite më parë. Bashkia Lezhë e ka si detyrë, e cila vjen nga historia e qytetit, që të ftojë politikën për bashkim dhe refuzon të përdoret si mjet politik për të sulmuar kundërshtarët në Tiranë. Vetëm bashkimi do të integrojë shqiptarët në radhë parë mes vetës e pastaj në Europë. Kjo është ftesa dërguar gjithë personaliteteve të vendit dhe rajonit Shqifolës. Dhe ky është protokolli zyrtar që vijon me numër 1 kreun e shtetit zotin Bamir Topi. Ju faleminderit.